Përpos që puna atyre është tejet e vështirë, punëtorët e ndërtimtarisë në Kosovë janë edhe të rrezikuar. Shumë prej këtyre punëtorëve punojnë pa mjete të sigurisë në punë. E në shumë raste nuk ju ofrohet stabiliteti në kryerjen e obligimeve që i parashihen. E një ngjarje e tillë ka ndodhur pikërisht në vendin e punës në Gjilan, ku një punëtor ka pësuar lëndime të rënda trupore pasi ka rënë nga një lartësi gjatë punimeve në një objekt ndërtimi. Siç ka bërë të ditur zëdhënësi i policisë rajonale të Gjilanit Ismet Hashani, rasti ka ndodhur në orët e pasdites me datë 16 mars. Ndërkaq viktima është dërguar menjëherë në spitalin rajonal të qytetit, derisa gjendja e tij raportohet të jetë e rëndë. Në vendin e ngjarjes ka ndalur policia dhe në koordinim me prokurorin e shtetit ka nisur hetimin për rastin. Hashani bëri të ditur se prokurori ka urdhëruar hapjen e rastit të cilësuar si asgjësim, dëmtim apo heqje e masave mbrojtëse në punë. Ndërkaq hetimet për ngjarjen janë ende në vazhdim, ndërsa raste të tilla po vazhdojnë të ngrihen shqetësime për nivelin e sigurisë në vendet e punës në Kosovë dhe zbatimin e masave mbrojtëse për punëtorët.